zhvillime në kohë reale, pak më parë ishim me protestën, do të rikthehemi përsëri atje, me protestën e banorëve të prekur nga përmbytjet e ditëve të fundit, protestë përpara bashkisë, përpara institucioneve, por sonte në mbrëmje do të jetë një intervistë në cilën skema, emra, njerëz të ndryshëm do të jenë ata që nëpërmjet dëshmisë së Arben Ahmetajt do të tregojnë depozitat financiare të një kryeministri, i cili është përgjegjësi kryesor i të gjithë sistemit që është ngritur deri më sot, ku ne shohim për ditë simptomat e tij, herë të interpretuara nga ai si fatkeqësi natyrore, apo herë si sjellje papërgjegjshme e një populli. Kur në thelb, në fakt, ajo që Edi Rama ka bërë, ka qenë qëndrimi në krye të një skeme që u manifestua pothuajse në çdo institucion, sado të lartë apo të ulët të këtij shteti të njësuar me pushtetin e tij. Sot në 20:45, por edhe nesër do të jemi në një task force speciale në orën 17:15 ka shumë për të analizuar nga ajo intervistë. Ju ftoj të mos mungoni. Ndërkohë prezantoj fillimisht të ftuarit e mi në studio, po nis më radh kolegu im Bedian Koka, mirë se më erdhe, Adriana Kalaja, juristja e njohur, mirë se erdhe Adrian, Samineza, kolegu im nga Droni Pikal, mirë se më erdhe, dhe Genc Burimi që më vjen nga Parisi. Genc, mirë se erdhe dhe ti. Radio France Pikal. Nga Radio France Pikal, mos fol shumë me francezët se janë pak të brish këtë periudhë. Kishte jo, por ajo brishtësia u thye pas në fjalimin që kishte mbajtur zoti Macron në para ambasadorëve sot. E rimorët veten pas sulmit të Trumpit, e rimorët veten. Po sepse dhe neve ka opozicë, edhe opozita i tha Macronit të kemi gjetur të jesh komentator, po të jesh aktor, kështu që tha, s'do bëj koment, do bëj aktrim, kjo ndodhi. Ka opozitë. Ka opozitë, po ka dhe diçka. Po. Ta marri pari fjalën, më lë fjalën. Se po shem këto mbytyt. Sot edhe një herë kur shoh atë zonjën Balluku, që më kujton plakën Nic tek Romani Kadares, general që zdekur, çfarë bën ti atje? Dhe sot mos të tunet ky milet. Nuk di çfarë po ndodh këtu në Shqipëri. Ja, shikoj pamjet, vendosim pamjet. Në Shqipëri, ajo shumë pak se Balluku, François Fillon, ish kryeminist Sarkozys, që thjesht abuzoi me fondet e parlamentit për gruan e tij sekretare, e ndiqte mileti francez nga do kur fonte me tenxherë në duar, o i korruptuar. Sonila dhe një që ajo Balluku sot të pushtej ekranet me atë cinizëm. Në Shqipëri sot është bllokuar institucioni kryesor, është bllokuar kuvandi me mos trajtimin e dosjes Balluku. Sot kjo opozitë është në drejtën e saj, s'ka kush ndërkombëtar ta shohë në sy çfarë po ndodh. Çfarë po ndodh? Këtë nga kjo njerë, në radhë parë nga kjo njerë, nga Balluku. Kjo është Itali. Me që më asodhe tek Balluku, përpara se të kaloj tek Klajdi Boddi, i cili është në protestë me përpara bashkisë po e ndiqnit. E dëgjojmë pak deklaratën që ka bërë sot zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, e cila vetëm sot është shfaqur në terren përballë atyre gazetarëve që i lejon pyetje për të bërë këtë deklaratë. Ndërsa SPA kërkon arrestimin e Belinda Ballukut, zëvendës kryeministrja është shfaqur sot në ditën e 3 të përmbytjes në zonën e përmbytur të Vjosës. Edhe pse konsiderohet si përgjegjëse për abuzimet në infrastrukturën që ka shkaktuar këto përmbytje, siç janë hidrovori Durrësit apo dhe vepra të tjera hidrike, Belinda Balluku shkoi për të thënë banorëve se vetmja zgjidhje për ta është që të pranojnë evakuimin e të mos bëjnë rezistencë. Ne kemi shumë të qartë që banorët, e kemi parë këtë gjatë periudhës tërmetit për të thënë drejtën, që banorët zakonisht nuk duan të largohen nga pronat e tyre, por jeta është e rëndësishme në këto momente. Sigurisht ne kemi marrë masat dhe Ministri i Bujqësisë për sa i përket të gjithë angazhimit për mbrojtjen dhe shpëtimin edhe të gjysmëgjallëve. E pyetur për infrastrukturën rrugore, ku rrugë të Florinta që kanë kushtuar qindra milionë euro kanë dalë jashtë funksioni për shkak të rrëshqitjes së dherave, Belinda Balluku ka marrë përsipër të mohojë situatën e qafë Ploç, e sipas saj çdo aks është i hapur. Akset rrugore për shkak të shkarjeve që ka pas probleme të paktën për ditën e sotme. Akset rrugore janë të gjitha akset sushme, ato kombëtare. E solla Sami enkas këtë gjë, sepse në fakt e kishim marrë deklaratën. Mua si gazetare më ka bërë përshtypje, jo vetëm ajo që thot Genci, po dhe diçka tjetër. Dëgjoj nga zëvendës kryeministre tani, e vetëm një gjë që tha në deklaratë publike ishte marrja e masave natyrisht e mësuar, po banorët t'i binden evakuimit. Domethënë është Po, dalja e zëvendës kryeministrës sot, pas disa javësh që është zhdukur nga sytë e publikut,
është gjë më e pamarrëshme që mund të bëjë një qeveritar në sytë e qytetarëve të vet, dhe sidomos në sytë e qytetarëve të cilët janë të stërmunduar nga keq menaxhimi dhe keq qeverisja, qoftë edhe për rastin e shirave apo rastin e përmbytjeve. Ministra, nëse me që pas ka pas në tërmend të ditë, duhet të ditë dje. Kur u fol për rrugët, se ministra e transporteve është për rrugët. Kurse për kanalet është ministri i bujqësisë. Sigurisht. Dje kemi parë gjithë ditën të dilte ministri i bujqësisë kur flitej për rrugët, ndërsa sot kur flitet për kanalet del ministri i transporteve. E gjitha kjo për të ikur gjyqimit dhe për të ikur. Qafloçën e pe besoj. Mjafton të 260 milion euro. Qukës Qafloç, e cila është 260 milion euro. 15 vjet për të ndërtuar, është ndërtuar dhe rindërtuar disa herë, si thua ka qenë bankomati i qeverisë, ashtu siç kanë qenë jo vetëm ajo rrugë, në fakt bankomati i qeverisë, por ka qenë edhe rruga e Arbërit, bankomati i qeverisë, ka qenë edhe ajo pjesë e mbetur e pa ndërtuar autostradës Tiranë-Elbasan për gjatë viteve 2014, 2017, 2018 dhe pothuajse të rrugët e tjera, të cilat janë rrugë rurale që ne nuk i dimë, por që sot kanë dalë faqe gjithëve se janë rrugë të ndërtuara vetëm sa për sy o faqe, janë si fotografi revistash në momentin kur inaugurohen dhe më pas kur bie në kontakt me, si thua, me agresionin e parë të natyrës, ato zhbëhen totalisht. Agresion fjale madhe, sepse shëmbjet në ato rrugë kanë ndodhur edhe me ca pika shiu. Edhe me ca shpinë, se do mirë e ketë, agresion është këtë pagjetër. Dhe thjesht me një përgdhelje, me një qërtim të natyrës. Një puhiz natyrore. Vetëm të shikosh unazën e Borrelit. Sot. E inauguruar para pak muajsh. 1.4 milion euro ishin? Mbi 1 milion euro, një rrugë e cila është me 2 kalime, inauguruar para pak muajsh, është qarë, dhe është qarë aty ku sta mërmendja, do të thotë se duket sikur ato miliona euro janë hedhur për ta prishur atë rrugë, do më shumë ka funksionuar prishja se sa ka funksionuar ndërtimi i saj apo si thua rregullimi i qarkullimit të qytetarëve dhe të banorëve. Duhet të konsideruar se kur ministrat të cilët janë në ndjekje penale, kur qeveria ka ndërtuar barriera për ta, barriera ndaj spakut, por qeveria ka ndërtuar dhe barriera ndaj parlamentit. Ne mbajmë mend një debat, ka qenë bërë një debat në 2011-ën. Një debat i cili vazhdon ende sot. Për vonesën e paraqitjes së prokurorisë të disa oficerëve të gardës. Për të cilët është bërë hetim, është bërë gjyq, kanë bërë dhe burg disa prej tyre dhe ende vazhdo të debatohet për atë gjë. Ndërkohë që qeveria kryeministri sot është bërë barrierë për zëvendësin e vet, zëvendës kryeministrën. Është bërë barrierë për një vendimarrje nga parlamenti. Po përmes së cilës synohet që të bëhet barrierë për hetimet në fakt. Hetimet të cilët duket qartësisht se nuk ndalen vetëm tek zëvendës kryeministra Balluku, por shkojnë me tutje, shkojnë tek kryeministri. Dhe kjo do të thotë se në këtë moment ne syt e qytetarëve nuk mund të drejtohen më nga qeveria e tyre për të zgjidhur problematikat të cilat kryqëzohen edhe me problematikat e natyrës apo problematikat e menaxhimit. Ata duhet të gjejnë një zgjidhje për te qeverisë. Sepse është krejt e pamundur që të akomodohet një zgjidhje në favor të qytetarëve prej një qeverie e cila ka ndërtuar këtë strukturë të menaxhimit apo këtë strukturë të qasjes apo të zhvillimit të alternativave për të shkuar në ndihmë qytetarëve. Kolegu Romir Saraçi djem fakti quajti nuk e quajti keq menaxhim, keq qeverisje e quajti kriminale atë që po ndodh. Dhe viktimat po vinë. Më ndihmo pak të lutem Elkier, është shënuar viktima e parë e përmbytjeve, një burr i cili është gjetur i pajet pranë kanaleve kulluese të një shreparti ushtarak, dyshohet që e ka marrë përpara rrjedha e ujit. Njëshin? Tragedia e parë regjistrohet nga përmbytjet në Durrës. Punojësi i administratës komunale në bashkinë e këtij qyteti është viktima e parë që është marrë nga rrjedha e ujit dhe trupi i pajetit i tij është gjetur këtë të njëjtë. Ishin familjarët e Astrid Hysenajt që denoncuan zhdukjen e tij në polici, teksa autoritetet përtej shohut me statistika fshehën tragjedinë për 2 ditë. Duket se as bashkia nuk ka konstatuar mungesën e tij, i cili është paraqitur në punë në datën 6 janar dhe ka qëndruar duke kryer detyrën e tij deri në
orën 10:30 të kësaj date, kohë në të cilën është larguar nga ambientet e punës. Ky institucion nuk është interesuar për punonjësinë e tij, teksa nga policia nuk është raportuar apo nga autoritetet që raportonin për situatën e përmbytjeve në Durrës për zhdukjen e 54 vjeçarit Astrid Hysenaj për 48 orë me radhë sa u gjet trupi i tij.